Ju kanë dalë thinjat, ja si t'i eliminoni ato në mënyrë natyrale për 10 minuta. Para se të shpenzoni para dhe kohë në trajtime të kushtueshme dhe të dëmshme për flokun tuaj, provoni të përdorni këto trajtime natyrale në kushte shtëpie, të cilat mund t'i mbajnë thinjat tuaja nën kontroll dhe të evitojnë ekspozimin e fortë të tyre. Në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i kafes, çajit të zi, gjithashtu rozmarinës, kakaos e të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Thinjat dalin herët ose vonë dhe ky fenomen varet nga paksimi i melatoninës gjithashtu në bulbin e flokut. Ja disa këshilla të gjyshes të cilat mund të errësoni flokun tuaj dhe të parandaloni gjithashtu krijimin e thinjave të para. Thinjat janë shumë të dukshme dhe mund të krijojnë gjithashtu bezdisje te pjesa më e madhe e personave që kanë këto shqetësime. Por për t'i eliminuar ato në mënyrë natyrale, mund të ndiqni dhe të përdorni trajtime sa më natyrale, si për shembull të lyeni thinjat me kafe. Një nga mënyrat natyrale më të thjeshta, mjafton të bëni një kafe të fortë, ta lini të ftohet dhe më pas ta aplikoni atë në flokun tuaj. Duke e masazhuar atë me kujdes, kafeja do të lërë gjithashtu edhe më shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit të flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Maska të tilla në kushte shtëpie do t'i japin rezultate fantastike në mbulimin e thinjave. Për të arritur rezultate më të mira, bëni një shpëlarje me uthull të bardhë. Fal kafes, mund të reagojë më mirë floku juaj dhe gjithashtu të mbulohet më lehtë problemi i thinjave. Të lyeni flokët me çaj të zi është një tjetër mënyrë alternative që në kushte shtëpie mund t'jap rezultate fantastike në dukjen e flokut tuaj. Për këtë, merrni disa gjethe çaj të zi dhe e lini në 1 litër ujë. Më pas e zieni për 30 minuta dhe e lini për 24 orë. Me të kaluar kjo kohë, uji filtrohet dhe aplikohet në flok, kur ta mbani për rreth 1 orë përpara se të përdorni një shampo natyrale. Kjo do të arrijë që thinjat të largohet dhe pigmenti i tyre të përmirësohet, duke i bërë flokët tuaj më të shëndetshëm dhe duke parandaluar kështu edhe problemet e komplikacioneve të tyre. Të lyeni flokët me salvia dhe rozmarin mund të jetë një tjetër alternativë e dukshme me shumë përfitime në shëndetin tuaj të flokut. Barat aromatik janë gjithashtu receta fantastike, jo shumë të njohura për flokun tuaj, por shumë efektive për mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Rozmarina duhet të zjehet dhe të lihet të ftohet edhe kështu të aplikohet ajo si shplarës pas shampos. Për të përdorur salvian, duhet të zjeni ujin dhe të hidhni brenda 200 gram gjethe për t'i zjerë në 30 minuta dhe më pas ta lini të ftohet. Përfitimet mund të jenë pas përdorimit të shampos. E lini gjysmore dhe kështu rezultatet që do të keni marrë prej tyre do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit të flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Receta të tilla në kushte shtëpie mund t'i japin gjithashtu përfitime të mahniqme ushqyese për shëndetin tuaj të flokut. Ju gjithashtu mund të mbuloni thinjat tuaja duke përdorur edhe kakao. Mundeni të errësoni thinjat me kakao në mënyrë krejt natyrale. Përzjeni 3 lugë me mjalt me 3 lugë kakao derisa të krijoni një masë të trashë kremi. Përbërjen e lini në flokë të thatë për rreth 1 orë përpara se ta shplani. Flokët do të duken menjëherë më të errët, madje do të keni gjithashtu edhe një erë më të këndshme të flokut tuaj. Përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie mund të ndihmojë në dukjen më efektive të flokut tuaj dhe parandalimin e thinjave të mëdha. Gjithashtu, të lyeni flokët me këna është një mënyrë natyrale që mund të ndihmojë në mbulimin e thinjave. Kënaja është një pluhur natyral që përfitohet nga një bimë afrikane. Ka tonalitete të ndryshme që lejojnë të mbuloni thinjat dhe gjithashtu të largoni edhe ngjyrat e dobta të tyre. Përdorimi i këtyre trajtimeve në kushte shtëpie mund të jetë një alternativë veçanërisht e rëndësishme edhe për mbrojtjen e ngjyrës së flokut tuaj. Mirë është të zgjidhni tonalitetin më të afërt të flokut dhe të përzjeni atë me ujë të nxehtë derisa të përfitoni kështu edhe një masë homogjene.
për të interesuarit, të cilët duan të intensifikojnë ngjyrën e flokëve të tyre, mund të shtojnë limon ose uthull. Më pas e aplikoni në flokët të lagur, e lini ashtu për disa minuta dhe më pas bëni një larje me shampo natyrale. Më pas i lini dhe gjithashtu të thahen. Kjo do t'jetë një mundësi shumë e mirë për të rigjeneruar ngjyrën e flokëve të humbur dhe mbi të gjitha të mundësoni mbulimin e thinjave. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do ju bëjë të keni një ngjyrë më natyrale të flokut, të parandaloni gjithashtu edhe thinjat në mënyrë të parakohshme. Flokët bëhen të thinjur kur qelizat ngjyrë prodhuese ndalojnë prodhimin e pigmenteve. Në mënyrë tipike njerëzit fillojnë të kenë flokë të thinjur gjatë të 30-tave. Sigurisht flokët e thinjura mund t'i ngjyrosni për të fshehur thinjat, por nëse dëshironi të mos keni ngjyrë tjetër të flokëve, por ngjyrën e vërtetë të flokut tuaj, ne ju sugjerojmë këtë recetë me vetëm një përbërës që ndihmon të fshihni thinjat e padëshiruara në skalpin tuaj të kokës. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është në një tenxhere të shtoni lëvoret e patates, gjithashtu edhe 2 gota me ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë mjaft të thjeshtë. Hidhni lëvoret e patates në ujë dhe i vloni për 5 minuta. E lini të ftohet, lëngu në fillim kthehet në një ngjyrë të verdhë, më pas në një ngjyrë më të zezë. Kjo do t'jetë një mundësi shumë e mirë për të rikthyer ngjyrën e flokut tuaj dhe për të parandaluar gjithashtu dëmtimin e ngjyrës së tij. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do t'jap një ngjyrë më natyrale në shëndetin e flokut dhe parandalimin e humbjes natyrale të tyre. Gjithashtu, lani flokët me shampo siç bëni zakonisht. Hidhni përzierjen e patateve në flokun tuaj dhe më pas e mbuloni atë me një peshqir. Mbajeni kështu për disa minuta. Kjo përzierje do ta bëjë flokun tuaj më të errët, më të shëndetshëm dhe do t'jetë një mundësi shumë e mirë për të mbuluar gjithashtu thinjat që krijohen si pasojë e moshës ose edhe problemeve të ndryshme që ndikojnë në shëndetin tuaj. Pavarësisht nga mosha, flokët e thinjur janë një problem për shumë njerëz. Femrat gjithashtu dhe meshkujt vuajnë nga këto shqetësime, të cilat mund të krijojnë edhe probleme në përditshmërinë e shëndetit tuaj të flokut. Ndaj mënyra se si mund t'i eliminoni ato do të përbëjnë një faktor të mirë ndikues në largimin e problemeve të flokut dhe gjithashtu edhe ngjyrës së dobët të tyre. Thinjat janë një tregues i pashmangshëm i plakjes, por që mund të reduktohen nëse tregoni kujdes me produktet e duhura shtëpiake. Siç e tham, thinjat dalin për shkak të humbjes së melatoninës, e cila shkaktohet nga deficienca në prodhimin e melatoninës. Me daljen e thinjave, një tjetër problem shëndetësor është edhe mbulimi i tyre. Para se të drejtoheni drejt parukieres, sidomos nëse jeni në fazën e parë të thinjave, mos shkoni të përdorni kimikate, por ndiqni disa hapa praktik për të reduktuar thinjat tuaja në kushte shtëpie. Maskat të cilat do të shmangin thinjat tuaja mund të rezultojnë shumë efikase. Një prej tyre do ta rendisim gjithashtu në këtë video. Sipas ekspertëve, duhet të merrni këta përbërës: gjysmë filxhani me kafe, një filxhan kos natyral, një lugje dhe uthull molle. I përzieni mirë të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë homogjene. Pasi t'i keni larë flokët me shampo, aplikoni masën në të gjithë gjatësinë e flokut dhe e lini të veprojë jo më pak se 90 minuta. Mbuloni flokun me një qese dushi, pas kësaj kohe e shplani mirë. Nëse do ta përdorni 2 herë në javë për të paktën 6 muaj me radhë, rezultatet do t'jenë fantastike. Thinjat do t'jenë mbuluar njësoj si me bojën dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do t'jenë gjithashtu efikase në mbulimin e ngjyrës suaj të humbur të flokut dhe gjithashtu në një flok më të shëndetshëm. Gjithashtu, përdorimi i kësaj recete për 6 muaj me radhë mund të ndihmojë në dukjen natyrale të flokut tuaj dhe rikthimin e ngjyrës së tij të dikurshme. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, gjithashtu edhe do të lehtësoni komplikacionet e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video.